Policia kombëtare spanjolle ka goditur një grup kriminal shqiptar në provincën e Valencës, i cili merrej me kultivimin dhe shpërndarjen e kanabisit në shkallë të gjerë. Në total, u arrestuan 8 persona, një grua dhe 7 burra të moshës 19 deri në 38 vjeç, të dyshuar për organizat kriminale, trafik droge dhe mashtrim me energjinë elektrike. Gjatë operacionit, u arrestua edhe një person tjetër për blerje të mbi 12 kg kanabisi nga kjo bandë. Hetimet, që nisën në qershor 2025, zbuluan se grupi përdorte banesa të marra me qira në zona të izoluara për të ngritur plantacione të sofistikuara me pajisje moderne si drita LED, filtra karboni dhe ventilim. Organizata përdorte dokumente false dhe persona të tretë për kontrata, ndërsa aktivitetet i shpërndante në disa objekte për të shmangur zbulimin. Punëtorët, kryesisht nga i njëjti vend, merreshin me mirëmbajtjen e plantacioneve. Gjatë kontrolleve në 6 objekte, policia shkatroi 3 plantacione dhe sekuestroi 1075 bim kanabisi, 33 kg drog dhe pajisje të shumta. Operacioni përfundoi me arrestimin e 8 anëtarëve, ku 4 prej tyre u lanë në paraburgim. 2 nga të arrestuarit kishin precedent penal.